nuk janë fort me atë të kredive zero për administratën publike, sepse administrata publike mund tjetë nga kategori që ka përfituar rritje të pagës dhe mund të përballoj dhe një kredi me 3% interes, ndoshta më me interes do t'ishte për të mbështetur me këto kredi pothuajse zero ose me interesa më të ulta, shtresa me të ardhura më të ulta, kryesisht të rinjt që janë të punësuar në për institucionet të ndryshme dhe që pagat e tyre nuk janë kompetitive me tregun. Por ngelet gjithmonë një grup i konsiderueshëm familjesh të cilat nuk kanë mundësi të shlyejnë kredin. Janë të moshuar, janë familje me të ardhura shumë të ulta dhe familje të tjera të cilat mund të kenë persona me aftësi të kufizuar që rrisin shpenzimet dhe nuk kanë mundësi të përballojnë shlyerjen e një kredie, për të cilët është e nevojshme të ndërtojnë banesa sociale.